Së parit duhet të përshëndes ju si stafin e televizorit Bojin. Punimet kanë ecë, me thënë të vërtetën, në një vrap shumë të mirë, do me thënë në mars mbushet një vit që është filluar këtë projekt, edhe me menim që në fillim të marsit ose në fund të marsit do të përfundoj projekti komplet. Si që shifni ju vetë, jashtë është përfundua, në javën që vjen do të fillojnë punimet brenda. Në këtë ditë sot gjendemi këtu pranë objektit të ri, është dita e festës Flamurit. I përshëndes të gjithë shqiptarët ku do janë, uroj festën e Flamurit. Pra si mjet jemi edhe ma të gëzuam për këtë ditë se si që shihni ju vetë është bale një projekt i ri, ndërtesa e re e televizorit Bojin, të cilët ju jeni ata që i ruani, lejkini i ruajt me vite vlerat tona kombëtare. Urime të gjithëve për festën e Flamurit. Çka të them, do të përshëndes edhe grupin organizativ që është marrë me këtë projekt, së pari kryetarin e atij grupit, advokatin e njohur Josef Dedvukaj, do e përshëndes edhe një muos që kanë gjithmonë dora e djathtë e televizorit, Marash Nucullaj. Pra, ne si malsor, sa më të bashkuam, ose si shqiptar, sa më të bashkuam, jemi më të fortë. Do me thënë, kur jemi të bashkuam, mund të bëjmë, mund të arrijmë gjithçka.